Shikues të nderuar, gjendemi në qytetin e Gjakovës. Janë të djegura dhe të shkatruara me dhjetra shtëpi të kësaj lagje. Quhem Femi Zogu nga Gjakova, jam nga lagja Zekishehu. Natën e dytë bombardimeve, do të thotë tejtën në ora 11 ka fillu ofenziva e barbarëve serb. Kanë fillu, i kanë mbledh aty në fund të lagjës, edhe kanë ekzekutu Gjevdet Rakocin, kanë ekzekutu Skender Gashin me djalin e vllaut 15 vjeçar, kanë ekzekutu dy vllaznit, Naserin edhe Afrim Kocin, kanë ekzekutu Naserin djalin e Qumil Maxhunit, kanë ekzekutu edhe dy veta në fund të rrugës aty me emrin Mehmet, edhe kështu i kanë djegë si po shihen gjitha këto shtëpi këto djegje, këto masakra. A dihet parafërsisht se sa është numri? Numri është parafërsisht 20 veta, që i kanë ekzekutu vetëm këtë lagjën këtu. Është lagja qyli i Gjakovës këtu? Edhe këtu theksohet se ka pas të vrarë të Si quani ju? Sanie Gloggjani. Sanie, a mund të na thoni disa fjalë rreth gjithë asaj që e keni parë dhe vrejtur ju? Po. Fill ka ora 12, që ashtu e mesit natës, kanë fillu mi kall, i kanë kall disa mahall më nalt atje, me datën 27, orës 11 kanë fillu me kall mahallën tonë, e në bashkë që te me jënë konë mas pakti 200 vetë. Për 3 mahallëve jënë konë 200 vetë. E 400 shpijat, ne ka lëshim në para shtëpi tjetër që i shkallë një net më përpara. Mi pështu që ata 200 vetë. Fëmi, grap, leq. Paramilitarët serbe dhe policia serbe kanë kallur shtëpi, ishin në për shtëpia Lëpshi Mashit. Të më thonë, meshkujt i Lëpshin për t'i ekzekutuar? Po, për t'i vrarë. Si quheni ju? Shqecim da Fota. Është kjo rruga e Gurancit, afër gjykatës komunale të Gjakovës. Pra dhe këtu, me dhjetra shtëpi janë të djegura, të shkatruara tërësisht. Gjendemi në qarshinë e vjetër të Gjakovës, pra duke filluar nga lapidari, i cili është shkatruar tërësisht nga okupatori serb. Pra shifet edhe lapidari vjedhur i Bajram Curit këtu, është shkolla lartë pedagogjike. Pra me këte vepër, policia dhe ushtria serbe ka dashur që tërësisht i humbë edhe gjurmët e qarshisë së vjetër, e cila është e vjetër me shekuj të tërë. Atë ditën kur undes dolat njesit edhe çdo gjë bashkë të ndezën, shqova shkollën nalt, objektin ku kemi punu, kë shpetoj si objekt kështu të mirë, por
është i pastisur mrena, është i shkatrun. Zoti Niki thuhet që kanë dëbuar, kanë marrë pengje të mëdha këtu në këtë pjesë të qytetit. Ashtu është e vërtet, kanë marrë pjesën e Qabratit, rrugën e Qabratit. Nuk dihet ka i kanë asisht ne. A ditë kur na kanë largu neve, na kanë dëbu për shtëpisë, një ndër ata që i kanë bërë gosë kam qenë edhe une. 5 ditë kam qenë i ratisën, një pjesë, një 90 prej nesh i ka rënshu, pjesën tjetër nuk dihet ka i ka rënsu. Shifet pra edhe xhamia e Hadumit, e cila është ndërtuar viteve 1400. Ndërkaq, në këtë pjesë tjetër shifet edhe teqja e Bektashive. Hyrja në teqen e Bektashive. Shifet pra që në tërësi është djegur, shkatruar. Mbrendia e teqes shifet